Orët e para në varr. Shpirti i çdo njeriu do të kthehet brenda trupit të tij, brenda varrit të tij. Në këtë moment do të vijë rradha e varrit dhe çfarë do të thotë varri? Varri do të thotë: ndër të gjithë njerëzit që shëtitën mbi mua, ti filan, ishe ai që unë urreja më shumë nga të gjithë. Ti o filan, ishe ai që unë urreja më shumë nga të gjithë. Unë kam pritur për ty gjithë këtë kohë. Kam pritur që ti të vish tek unë. Tani që ti ke ardhur te unë, do të paguash çmimin. Në atë kohë, varri do ta mbështjellë atë me një forcë të tillë që brinjët e një rësan do të deportojnë në anën tjetër. Dhe profeti Muhammed a.s. e tregoi këtë duke bashkuar gishtat e dorës së tij të djathtë dhe dorës së tij të majtë. Më pas do të vinë engjëjt e varrit, Munker dhe Nakir. Njëherë profeti i tha Xhibrilit: dua që të më tregosh madhështinë e këtyre engjëjve. Ai i tha: o Muhammed, sytë e tyre ndriçojnë si shpërthimi i dritës, si shpërthimi një rrufeje. Zëri i tyre është si vetëtima. Dhëmbët e tyre janë si brirët e një demi dhe flokët e tyre arrin deri te këmbët e tyre. Distanca mes shpatullave të tyre është kilometra larg njëra tjetrës. Nëse do të donit të mbulonit të distancën nga një shpatull në tjetrën, ju do t'ju duhej ditë dhe ditë. Në këto krijesa nuk ka asnjë pikë mëshire, përveç për besimtarët e vërtet. Ata do të vinë tek çdo person dhe secili prej tyre do të mbajë një çekan hekuri. Nëse do të mblidheshin të gjithë njerëzit dhe xhindet për ta lëvizur të çekan, nuk do të mundeshin ta lëviznin atë as një centimetër. Ata do të vinë në varr dhe do të afrohen tek ai person dhe pastaj do t'i bëjnë 3 pyetje. Kush është Zoti jot? Kush është feja jote? Dhe kush ishte profeti yt? Shikoje veten, shiko rreth teje. Jeta ka mbaruar dhe tani je brenda varrit. Kush është Zoti jot? Shumë prej nesh mendojnë tani, kush nuk di përgjigjen për këtë? Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, dhe profeti është Muhamedi a.s. Kush nuk e di këtë? Këto janë të thjeshta. Në qoftë se nuk keni jetuar një jetë sipas mësimeve të Allahut dhe të profetit të tij, atëherë veprat haram që jeni vepruar kur ishim gjallë do të vazhdojnë deri në shtrat të vdekjes. Në qoftë se keni kaluar një jetë të tillë, kur këta engjëj do t'ju bëjnë këto pyetje të thjeshta dhe vërtet janë pyetje të thjeshta, nuk do të keni përgjigje. Ky njeri po festonte dhe jetonte sipas dëshirave të tij. Dëshira e tij i thoshte: shikoje këtë vajzën, duket shumë e bukur, shko me të. Dhe ai shkonte tek ajo. Dëshira e tij i thoshte: vonoje namazin, shkorri me shokët. Dëshirat e tij i thonin: nuk është keq të marrësh ndonjë pije alkolike, të kënaqësh veten. E di që ke 10-15 vjet për të shiruar jetën. Kjo ishte ajo që bënte. Ai po dëgjonte çdo gjë që i thoshte nefsi. Kështu që ky ishte Zoti i tij. Çfarë do të thotë ai kur ti bëhet? Do të pyesin: cila është feja jote? Nuk kam pasur besim në jetën e tij. Ai mendonte se do t'i kthejë Allahut kur ishte 70 vjeç. Kështu që çfarë do të thotë ai? Cila është feja jote? Nuk ka pasur besim në jetën e tij. Kush ishte profeti jot? Nuk dinte kush ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse e ka dëgjuar, ai nuk e dinte kush ishte Muhamedi. Kur nuk e ndoqi Muhamedin. Ai ndiste njerëz të tillë si yjet e kinemas, yjet e popit, njësoj si ata me flokët e tyre, në mënyrën e tyre të ecjes dhe fjalimin, rrobat dhe makinat. Përmendi çfarë të duash. Për të, ata ishin shembuj të mirë. Çfarë do thotë ai? Si do të përgjigjet? Do të ketë një përgjigje edhe në atë kohë. Ata do ta godasin me aq forcë, saqë shkëndija do të përhapet në tërë varrin e tij dhe do i thuhet: shiko lart, dhe një derë do të hapet ku do të shfaqet xheneti, parajsa. Ai do të shikojë lart. Ai do të jetë në gjendje të shohë bekimet e xhenetit dhe do t'i dëgjojë fjalët: o armik i Allahut, sikur të kisha adhuruar Allahun, ky do të ishte shpërblimi yt, por ti nuk e adhurove atë. Profeti u betua se një person i tillë do të ndjejë në këto momente një pendim aq të madh saqë nuk e ka përjetuar kurrë më parë. Kjo është kur realiteti do të vijë para syve të tij. Ai po sheh xhenetin dhe tani ai e di se është privuar. Ai e di se çfarë do të ndodhë më pas. Kjo është dita që të është premtuar.
Allahu e përmendi në Kur'an se cili do të jetë fundi yt nëse ti e mohon Allahun. Ai e përmendi 100 herë. Por ju refuzoni të besoni, nuk besuat se do të vdisni, nuk besuat se do të ketë përgjegjësi, nuk besuat se engjëjt do të vinë, ju nuk besuat se do të paguani një çmim një ditë. Pas pyetjeve dikush do të thotë, jepini rrobat e xhehenemit, jepini shtratin e xhehenemit, dhe hapni një derë për në xhehenem për ta. Pas kësaj, një njeri do të vijë në varrin e tij. Ky njeri është i shëmtuar në fytyrë, rrobat e tij janë të shëmtuara dhe ai ka një erë të keqe. Ai do të vijë në varr dhe ky njeri do të fillojë të tallë dhe do i thotë: Lajme të mira, lajme të mira, gëzuar për atë që të shqetëson, për atë që të jep dhembje. Ti nuk besoje, ishe shumë i madh për të besuar, miku i miri. Kjo është dita që të është premtuar. Allahu e përmendi në Kur'an se cili do të jetë fati yt nëse ti e mohon Allahun. Profeti e përmendi këtë në hadithet e tij 100 herë. Çfarë do të ndodh nëse e refuzon? Ti ishe i njoftuar, por ti refuzove të besosh. Ti nuk besove se do të vdisje, nuk besove se do të ketë llogari, nuk besove se engjëjt do të vinë, nuk besove se sot do të paguaj çmimin dhe ai do të pyes: Kush je ti? Fytyra jote sjell lajme të këqija. Kush je ti? Ai do të kthehet dhe do t'i thotë: I mban mend të veprat e këqija që bëje kur ishe gjallë. Unë jam ato vepra. Allahu më ka dhënë një trup që ti mund t'i shohësh se çfarë bëre në botë, dhe kur ai do të shohë veprat e tij para syve të tij në formën e një trupi të zi që do të kundërmojë erë të keqe, me rroba të pista, ai do të fillojë të lutet Allahut: O Allah, të lutem, mos e sill orën e fundit, mos e sill orën e fundit, sepse ai e di se ajo që ndodh më pas do të jetë miliona herë më e rëndë dhe do të vazhdojë të rritet dhe rritet dhe rritet dhe nuk ka fund. Pastaj një dënues i verbër dhe i shurdhër do të caktohet për ta torturuar. Pse i verbër dhe pse i shurdhër? E dini, kur ai po qan në varr dhe po bën lutje, dhe po bën thirrje dhe po bërtet, dhe po qan me lot gjaku, dhe po bën thirrje për mëshirë dhe mirësi, këto dënues do të jenë të verbër dhe të shurdhër, kështu që nuk mund të shohin dhe nuk mund të dëgjojnë se si ai po qan në varr dhe po kërkon mëshirë. Dhe ata do të kenë një çekan dhe kur të godasin në një mal, ai do të kthehet në pluhur, dhe kur të godasin, të gjitha krijesat e Allahut do të mund të dëgjojnë përveç të gjithë njerëzve dhe të gjithë xhinëve. 99 gjarprin do ta mbështjellin atë dhe do të qëndrojnë duke e pickuar deri në ditën e gjykimit. Helmi i tyre është aq i fortë që nëse vetëm një gjarpër do të hidhte helmin e tij në tokë, asnjë bimësi nuk do të lulëzonte më në atë tokë. Këto janë vetëm disa prej dënimeve që janë përshkruar në Kur'an dhe hadithe, por njerëz që kanë vepruar vepra të ndryshme do të kenë dënime të ndryshme.